Na morin qaf spaku. Kjo ishte përgjigja që më dha një person që merret me zhvillimin e turizmit në zonën e Dërmiut të vjetër, kur e pyeta se përse plazhet janë kaq bosh në jug të Shqipërisë dhe dukshëm më keq se sa vitin e kaluar. Na morin qaf spaku, më tha, pse e pyeta? Më tha sepse ka arrestuar shumë prej këtyre që ishin klientët më të mirë dhe bënin shpenzime. Madje u zhdukën, tha, klientët, barkat, makinat e tyre, por edhe njerëzit që i shoqëronin. Në fakt, i dhash një përgjigje atij personi që doja të jepte edhe kujdo tjetër që natyrisht nuk ka mundësi të them. Jo, spaku nuk e mori në qafë turizmin shqiptar. Spaku po e shpëton turizmin shqiptar. Ajo që spaku ka bërë me disa grupe kriminale, me disa trafikant droge të njohur ndërkombëtarisht, të cilët silleshin rrotull nëpër plazhet e jugut të Shqipërisë, duke harxuar miliona, dorëlshuar apo kavalier, siç quhen në gjuhën e përditshme, dhe duke rënuar në fakt turizmin normal, nuk ishte as më shumë as më gjë, po një prej gabimeve fatale që shqiptarët kanë bërë me turizmin në këto vite, të paktën në këto zona të jugut, sepse zonat e tjera janë më normale. Po çfarë po ndodh dhe pse spaku në fakt po e shpëton Shqipërinë? Sepse strukturat të tëra turistike në jug të Shqipërisë filluan të përshtaten dhe të bëhen gati ose të jenë më komode pikërisht për këtë lloj klienti. Një klient i cili vjen me para cash, ose qoftë me bank, me para që i ka fituar lehtë përmes trafiqeve, që ka miliona me vete, që do të jetë show-off, pra që të duket sa më shumë, që mundohet të sjellë dhe një ushtrim me njerëz cilët i paguan, që lë bakshishe të mëdha, që rezervon tavolina të mëdha, që paguan pa e parë fare faturën se sa është. Ky është një lloj turizmi që në botë njihet, po njihet në ato vende ku nuk ka kryesisht vendas. Janë ato vende siç është Mikono, Ibiza, Saint-Tropez, Portocervo, Portobanus apo vende tjera, ku nuk shkojnë kryesisht vendasit, po ku mblidhet elita financiare e botës, elita e njerëzve të pasur të botës, të cilët kanë edhe një natyrë show-offi dhe duan ta manifestojnë këtë gjë. Ky është një lloj turizmi normal në botë, absolutisht i lakmuar, po që ndodh në 4-5 spote të botës. Po themi edhe San Bart apo Florida, në ca vende tjera të Shtetet Bashkuara të Amerikës, po në Azi kryesisht pothuajse unë të paktën nuk kam dieni që ndodh. Ndërkohë që në Shqipëri ne kemi një strukturë tjetër turistike. Çfarë po ndodh në Shqipëri? Në Shqipëri një pjesë e madhe e bizneseve filluan të përshtaten pikërisht për këtë lloj kategorie. Filluan të vendosin kabana nga 500 euro, çadra nga 100-150 euro. Pse? Duke menduar që këta persona, pikërisht duke i rritur çmimin, do ndihen më të tunduar. Duan të tregojnë që kanë lek, duan të tregojnë që janë të fuqishëm, duan t'ju tregojnë të tjerëve që kanë rreth e rrotull që ata nuk pyesin për shpenzime. Dhe kjo kategori që unë nuk e di nëse në Shqipëri mund të jetë më shumë se sa 500-600 veta, 1000 veta maksimumi, që kryesisht kanë në bazën e tyre trafiqet, insistoj dhe njerë trafiqet, nuk jo korrupsionin, por trafiqet, dhe që janë njerëz të lidhur me trafikun e drogës, me lloj-lloj trafiqesh, pastaj diku të përzierë dhe në ekonominë shqiptare, u kthye në kategorinë më të lakmuar për sidomos në zonat hotspotet të jugut të Shqipërisë. Dhe çfarë ndodhi? Nëse sot do të kesh turizëm, turizmi do të fokusohet kryesisht tek të huajt. Shqiptarët i kanë vendet e tyre të turizmit. Shqiptarët që janë me gjendje më të vështirë financiare kanë zonën e veriut të Shqipërisë, bregdetin e veriut të Shqipërisë, ku çmimet janë më modeste, zonën e Kavajës së poshtme, jo Qerretin e tjerë, diku Divjakën, diku zonën e Semanit, dhe zakonisht njerëzit kryesisht me të ardhurat vogla nuk kanë zbritur në jug të vendit. Pjesa dërmuese e turizmit është klasa e mesme. Klasa e mesme, se të pasurit zakonisht ikin jashtë. Mund vinë, mund bëjnë një shpenzim aty këtu në jug, por në përgjithësi ikin jashtë dhe shpenzojnë jashtë. Klasa e mesme ka qenë klasa më solide e biznesit shqiptar. Por pikërisht të klasë të mesme e shkatërroi grupi trafikantëve, të cilët e përzun këtë kategori pushuesi, që zakonisht pushonte në jug të Shqipërisë, në pushimet jo shumë të gjata, 5-6-7 ditore maksimumi, pra një javë, ata me të ardhura më të mëdha ndoshta 10 ditë, dhe e përzurin nga vendet tradicionale ku ata gjithmonë pushonin. Prania e këtyre njerëzve, të cilët janë e para me një lloj arrogancë manifestuar, që tek zhurma e makinave, që tek markat e makinave,
që tek mënyra se si I parkojnë makinat, se si mënyra invadente, se si zën çdo vend për treguar që janë këta të parët, se si zihen me rojet e trarve që duhet ju hapet patjetër, se si zihen me kamarierët të cilët punojnë aty për ditë për treguar që këta janë të fortë, që çdo gjë o e blejnë me lek ose e mbysin me dhunën që kanë. E dyta, arroganca në çmime. Një shqiptar I klasës mesme, imagjinoni një po e quaj kryefamiljar, I cili punon gjithë vitin për të siguruar familjes tij 10 ditë pushime apo 2 javë pushime, se sa I vogël dhe I shpërfillur ndihet kur shkon në një lokal ku ka qenë normalisht, tradicionalisht prej 10-15 vjetësh dhe gjen një prej këtyre banditëve që fillon porosit lloj-lloj shampanjash e gjërash në mënyrën më ekstravagante të mundshme. Dhe janë shumica e tyre njerëz që nuk kanë asnjë biznes, nuk I kanë thënë punës po asnjë ditë, okay, I kanë thënë trafiqe, por kjo është një çështje tjetër, dhe që nga ana tjetër janë prezent kudo. Po më thoshte një person tjetër Bregdet në Jugut, na u shtukën varkat që ditën që Spaku u shfaq në jug të Shqipërisë. Po, gjëja më e mirë që mund të bëhet, sepse ti nuk mund të jesh trafikant, të kesh para të kundraligjshme, para të vëna duke shkelur ligjin dhe të shkosh ti manifestosh këto me një luks të cilin nuk e ketë justifikuar siç e justifikojnë pjesa tjetër atyre që punojnë. E dyta, është skandaloze dhe kjo vlen për jetën e përditshme, por për fat keq në turizëm po bëhet dhe më theksuar. Nuk mund të rrijë një trafikant, një bandit, një kriminal, një njeri shkelësi I ligjit në të njëjtin vend ku rrin njerëzit normal, klasë mesme apo e pasur qofshin, se te pjesa e varfër ata pothuajse nuk shfaqen. Nuk mund të jenë këta njerëz që të përzën klasën e mesme për t'i zënë vendin kudo me të ardhurat të cilat nuk janë të justifikueshme. Është puna e tyre që ata shkelin ligjin, është puna e tyre që ata sfidojnë ligjin, është punë e shtetit t'i kapi. Por arroganca e tyre, përballja e përditshme me qytetarin, shuplaka që ata japin me arrogancën financiare të dhunshme, të stilit të folurit qytetarit, është e patolerueshme dhe është kjo që po e vret turizmin për ditë në disa zona të jugut të Shqipërisë. Në qoftë se sot ti shkon nga zona e Dërmiut vjetër diçka më poshtë deri në Palas, mund të jesh që është 30-40% më pak sidomos në vendet më elitare. Pse? Sepse pikërisht kjo lloj klientele, për të cilën u dizenjuan shumë lokale, nuk ekziston më sepse është bërë një aksion I SPAK. Ndoshta vitin tjetër mund të shfaqen prap, ndoshta mas 2 vjetësh mund të shfaqen prap, por nëse dikush do të bëj turizëm të qëndrueshëm, turizmin do ta mbështeste turizmi I huaj dhe klasa e mesme në Shqipëri. Nëse ti do të bësh turizëm për trafikantët, duhet kesh parasysh që fati yt si biznes mund të jetë I ngjashëm atë të trafikantit. Shumica e cilëve nuk e kapin moshën që duhet për arsye të larjes së sapeve mes tyre apo të përfunduarit në burg. Kështu që nëse do ndërtosh një turizëm për trafikantët, do përfundosh I falimentuar dhe kjo është e sigurt. Ndaj po insistoj edhe një herë. Ndihma më e madhe që SPAK-u I ka dhënë turizmit shqiptar është pikërisht zhdukja e kësaj kategorie nga pjesa publike dhe eliminimi I kësaj arrogance të përditshme ndaj qytetarëve. Nuk ka turizëm për bandit, ka turizëm për qytetarin.